Kemi gjithë futbollistat janë nga kampionati i Kosovës. Këtë herë kemi bo prap me futbollistat që janë prej Kosovës, po shpresojmë që shumë ndoshta muaj nëntor, fillim nëntorit ose ka mesin nëntorit, kemi me provu edhe me bo grumbullimin me futbollistat që janë jashtë Kosovës që luajnë. Po mënej kemi përcjell gjatë gjithë kohës këta futbollista, edhe po mënej që ka shumë, kisha me thonë brum për t'ardhmen. Është ky grumbullim më shumë është për me majtë formën ose për neve trenerasi ose për neve si staf me i pon nga afër formën e secilit futbollist. Pavarësisht që ne po shkojmë thuja se çdo ndeshje me i përcjell, po prapë kur jemi këtu me kombëtarën është një ndjenjë tjetër, një emocion tjetër edhe për futbollistat që me pa sepse është dikush duke i vëzhgu tërë kohën. Një ndjenjë shumë e mirë se me bord këtë majitës apo me kontribu për shtetin tënë është një ndjenjë shumë e fort edhe besoj që kujt i vjen kjo mundësi duhet me shfrytzu në maksimum. Prej gjeneratave të reja unë jem pjesë e kombëtarës edhe besoj që me vazhdu halo me kallëzu halo ma shumë për kombëtarën. Me të vërtet po shkojnë mjaft mirë, jena proni grumbullim traditor. Jena të bogot, do me thonë kjo është si para përgatitje për gjeneratën në anomet, që dihet që të gjenerata në anomet janë në kualifikimet. Edhe besoj që të kualifikimet është një ndjenjë mirë me shku me lu, sepse lunë me shtetet ndryshme jashtë edhe besoj që është një ndjenjë mjaft e mirë. Normalisht, do me thonë të kombëtarja okej, do me thonë këtë lejtorët, jo veçoni kanonrat që me konë atje, edhe unë e kom me vazhdu me punu fort edhe me kom pjesë e kombëtarës, pse jo.